Në botën e modës, fustanet janë gjithmonë një simbol elegance dhe stil, por çfarë është aktualisht në modë? Sot do të shohim materialet dhe ngjyrat që po dominojnë këtë vit, duke sjellë një freski të re dhe një kombinim të përsosur mes komoditetit dhe sofistikimit. Ka fustanet e lehta dhe elegante, deri tek ato me detaje unike, do të zbulojmë se cilat janë ato që po tërheqin më shumë vëmendje këtë vit. Vera e këtij viti është sezoni perfekt për të eksperimentuar me ngjyra të ndezura, materiale natyrale dhe stile që ndërthurin elegancën me komoditetin. Fustani mbetet elementi kyç i garderobës verore, i përshtatshëm për çdo rast, nga një shëtitje e zakonshme në qytet deri te një darkë romantike pranë detit apo një festival muzikor. Fustanet maxi me prerje të lirshme dhe të lehta janë zgjedhja më e preferuar për ditët me temperatura të larta. Detaje si mangët e fryra, dekolteja e hapur apo ndarjet anësore i shtojnë stil dhe hijeshi pamjes, duke i bërë ideale për çdo moment të ditës. Kombinoni ato me sandalet të sheshta me ripa lëkure apo platforma me kasht për një pamje të freskët dhe natyrale. Mini fustanet janë rikthyer fuqishëm, këtë herë me ngjyra të gjalla dhe forma gjeometrike, stilet me shpatulla të zbuluara, prerje asimetrike dhe elemente të frymëzuara nga moda e viteve 90-ta, janë ndër trendet më të preferuara për një pamje moderne dhe dinamike. Për ato që kërkojnë një pamje të butë dhe romantike, detaje si rrudhat e lehta, dantellat apo materiale transparente sjellin një ndjesi femërore dhe elegante. Këto modele janë ideale për darka të qeta, festa verore apo evente të veçanta. Derisa motivet tropikale, lulet e mëdha dhe dizajne shumë ngjyrshe mbeten klasike të padiskutueshme të verës. Fustanet me këto printe vijnë në versione të gjata dhe të shkurtra, perfekte për pushime buzdeti apo fundjava relaksuese. Aksesorët si çantat e thurura me dorë, prej kashte apo kanavac, janë zgjedhja ideale për të plotësuar pamjen verore. Ky sezon karakterizohet nga ngjyra të pasura dhe plotjet, ndërto spikasin, rozë dhe portokalli, ideale për një pamje të gjallë dhe energjike. Ngjyrat pastel, nga bluja e qetë e qiellit, te nuancat e detit dhe e verdha limonit, krijojnë një ndjesi freskie dhe qetësie. Ngjyrat neutrale, si bezha, e bardhë dhe tonet e tokës, perfekte për një stil minimalist dhe të rafinuar. Derisa materialet më të preferuara mbeten linoja, i freskët dhe natyral, ideale për ditët me vapë. Sateni dhe mëndafshi i lehtë për një ndjesi luksoze dhe pamje elegante, gjithashtu tyli i hollë dhe dantellat për detaje romantike dhe delikate. Në këtë verë fustanet janë më shumë se thjesht një veshje, ato janë shprehje e stilit, personalitetit dhe energjisë së sezonit. Eksperimentoni me ngjyrat dhe materialet dhe krijoni kombinimet tuaja të veçanta që do t'ju bëjnë të ndiheni unik dhe në modë.